euforia që është përhap në Kosovë për të largu nga Kosova është e dhimbshme. Kurku nuk ka me qenë ma mirë se në vendlinjen tënde, kurku se ki ma mirë se në Kosovë. Një ditë do të kemi edhe bashkimin kombëtar, se nuk ka zgjedhje tjetër. Gjenerata jeme ka kry punën e vetë. Kështu që tash mujmi numëru ndoshta ditë, por rinia jonë duhet me kuptu që pa luftën u UÇK-s nuk i sharë liria s'pari. E dyta, euforia që është përhap në Kosovë për të largu nga Kosova është e dhimbshme. Rinia jonë duhet me kuptu që në Gjermani, në Zvicër apo në ndonjë shtet tjetër, ku të shkon je i huji, që ashtu kanë me trajtu, edhe nuk i me pas ndonjë benefit, kurku nuk ka me qenë ma mirë se në vendlinjen tënde, kështu që na duhet, na nga Kosova i kemi mbi 200.000 të largum, apo tikur, apo qysh doni, dhe institucionet e Kosovës nuk merren shumë me këtë problem, mos me thonë fare. Unë veç kisha bo apel që nëse kemi sakrifiku në periudhën më të keqe viteve 90 deri mas lufte, e di që për rinin që ka linë mas lufte është pak problematike, me kuptu krejt edhe mu mishru me problemet që i kemi pas na si gjenerat, mirë po nuk duhet me haru asnjëherë luftën, nuk duhet me haru asnjëherë masakrat që janë bo në Kosovë, vrasjet, dhunimet, të humurit apo të zhdukurit, të cilët edhe sot janë diku në përvorezat në Serbi, apo kur i kanë bart nga Kosova, i kanë vëros edhe në Beograd. Kështu që duhet edhe mjetet e informimit me bo ma shumë këtë drejtim, me ju tregu rinis që ardhmja është në Kosovë. Na nuk jemi të përkrym, Kosova ka shumë probleme, mirë po nëse punojmë, kurku se ki ma mirë se në Kosovë. Tash, unë 35 vjetë tash jem kryetari i shoqatës, e ndëgjova artisten, modelen Qulmulej në një intervist. Ajo pasurin që e ka, nuk e di asuna se din ndoshta asajo vetë, mirë po në intervista e tha, unë jam shumë e interesume me lona Ameriken marrë me jetu në malsi. Se kurku nuk muj me ndi vetën, se vetëm pse vjen çdo vit ka një muj dit shpinë ku e ka në malsi. Tha, unë s'di knasi në Amerikë. Na që të një njerëzve që japin që si intervista, se unë e pipërcjellë edhe tjertë, që po tregojnë sa fitojnë, sa duhet me pagu për banesë, sa duhet me pagu për tatime, për gjëra tjera, dhe sot nuk është fitimi që ka qenë ndoshta dikur në Gjermani. Kështu që qëndresa është garancë që ne do të qëndrojmë edhe një ditë do të kemi edhe bashkimin kombëtar, se nuk ka zgjedhje tjetër.